Varet mandej për energjisë tonë, varet tash na ku jemi në raport me veten, çysh kemi ditë më mbrojt për atë toksiciteti. Se më tash bash një pyetje, po thot përshëndetje, deshta me pyet psikologën se kur po rri me dikon që po më tregon problemet e veta, unë për marrë shumë gatë zemrës të natën, po jes në mendje tu mos u marrë gjume, e kam një rëndesë në kokë, po thot. Pse mundohemi me pas kaq shumë empati? Njerëzit empatik natyrisht i ndjejnë problemet e tjetrit, ndonjëherë tjetri thjesht e ka të nevojshme veç me tregu për problemin e vet, dhe nuk po kërkon që ti me i ndihmu, që ti me ja zgjidh problemin. Njëherë veç nalohen dëgjoje, po s'ke nevojë me kanalizu emocionet e tjetrit me i marr për veten, sepse kjo mandej të shkakton edhe ty ato telashet emocionale. Mundohu me vendos disa kufi me mbrojt veten prej këtij ndikimi emocional. Me qenë empatik, nuk kupton që ti duhesh me lëndu veten emocionalisht. Do thënë, nëse mu më dhimbet, unë punoj me njerëz, edhe ndëgjoj hallet e njerëzve çdo ditë, probleme, jam aty me i dëgju. Mendoj ti mi procesu vazhdimisht dhe në shpejt ku shkon këto shumë. Paramendon nëse unë e lejoj veten me mudhimt se cili që është ma të regu një histori, dhe për shkak kësaj dhimbjes unë me u afektu emocionalisht, dhe me kalu edhe unë në nivelin e njëjtë emocional, me ndje vujtje njëjtë si klienti, a kam arrit me ndihmu ju. Thjesht kam lëndu edhe kam smu veten, dhe kjo më bën të pa aftë pastaj me ndihmu tjetrin. Për me ndihmu tjetrin, ti dush me rujt qetësinë tonë. Qysh me bojë qëtë blokadën? S'po thom tash blokadën, se shumë i receka, ai personi ka nevojë ndoshta veç mu shpreh, nuk ka nevojë për një empati, për një reflektim, ose ku ta dione, qysh me bind vetën, ose qysh me fol vetës? Kaltrin është ai sindromi i herojit, që na ka plan krejt njerëz që janë empatik edhe që janë njerëz ndihmues, altruist, sa po ta shohin që dikush ka një problem, ose një vështirësi, një situatë të rëndë, na ka plan ai sindromi i herojit, superherojit, që na dojmë ndihmu me zgjidh problemin. Ndonjëherë nuk kemi nevojë me qenë superheroi i askujt, sepse në fund ditës secili është superheroi vetës vet. I ofrojmë ndihmë tjetrit aq sa ka nevojë dhe aq sa ka kërku. Jo sa na po mendojmë që ai tjetri ka nevojë, po aq sa ka kërku prej neve. Për shkak të rolit superheroit, dojmë ja zgjidh sot problemin. Personi tjetër mundet mos me qenë gati sot me zgjidh atë problem. Dhe jo rastësisht është në atë problem. Shumë e komplikume, a? Po. Që kam pajtu të në njerës. Qysh kanë pajtu? Njerëz, po, në kohët lashta, qysh kanë mujt me pajtu njerëz. Ata kanë qenë superherojt vërtet. Po, sigurisht, se nuk është si proces, po mendoj nuk është shumë i lehta. Është shumë e vështirë dhe kanë qenë njerëz ditun, kanë qenë njerëz lexuar, ata që janë marrë me këtë punë dhe kanë njoft, po besoj goxha mirë edhe psikologjia njerëzore, derisa kanë kontrolla. Kam pas rrjete me kriju atë pajtimin e gjaqeve, për shembull. Po, sigurisht. Po, Antigona, kjo pjesa e shoqërisë negative, lidhjeve negative, po besoj që kjo toksiciteti ose helmi nuk ekziston vetëm në një lidhje martesore, themi, ndoshta në familje, si fëmijë, ndikon diçka në rritje dhe në zhvillim të atij fëmijët ky ambient toksik? Po, nëse prind janë toksik, fëmijët patjetër që kanë me vrejt, sidomos fëmijëria e hershme, fëmijët i ndjejnë shumë emocionet e prindve. Dhe një energji emocionale e prindve jo e mirë, toksike, po e quajmë, ka me ndiku drejt për drejt në gjendjen emocionale të fëmijëve. Gjithë e dim që fëmijët komunikojnë atë moshë me emocione, ata çojnë kur kërkojnë ushqimin ose kur kanë ndonjë kërkesë tjetër. Do thonë përmes emocioneve i shfaqin nevojat e veta dhe gjuha e komunikimit të fëmijët janë emocionet. Prandaj ata ndjejnë shumë emocionet e prindve. Dhe nëse prindi vjen me një gjendje emocionale jo të mirë në shtëpi, ai kot mundet me përdor fjali të tilla vajza ime, djali. Buzëqesh, vajza ime, jeta është e mirë, jeta është e bukur, nervoz. Fëmijët e ndjejnë gjendjen emocionale të prindit. Edhe jo rralli shumë që fëmijët na pyesin çka